Atë ka dërgu shpesh foto? Çfarë foto të ka dërguar? Më ka dërgu bagi shpesh foto. Më ka çu foto të organit gjenital edhe më ka bë muni shumë keq. Ky person që po e intervistojmë në kushte anonimi është një 15 vjeçar nga Prishtina, i cili prej disa muajsh provokohet nga një person 20 vjet më i madh. Ky i fundit i kërkon me insistim të shkëmbej foto të natyrës erotike, pavarësisht se është fare mirë në dieni të moshës së djalit minoren, i cili studion në shkollën gjitur me vendin e tij të punës. Atë ka kërku ndonjëherë mi dërgu ti foto? Më ka kërku shumë herë, edhe pse ja kom bë me dije që jo, nuk është që pedu, po prap po vazhdon s'panalet. Në këto kushte, kur 35 vjeçari ishte bërë shumë këmbgulës në kërkesën e tij prej manjaku, minoreni ka menduar që do të ishte momenti të komunikante me dikë për çfarë po i ndodhte. Por diçka duket se e ka penguar. Shumë më konë në siklet në çato momente kur mi ka çu çato foto. Jam në siklet me fol me këndo, si me familje, si me shoqni, se po, frika, jam tut. Pavarësisht se 15 vjeçari mundohet ta shmang, duket që manjaku nuk e ka ndërmend të ndaloj dhe nisi të komentoj kudo që sheh foto apo videot e tij. Madje në një rast bëhet shumë konkret në provokimin e tij. Unë me pata qit në story në foto të lujt me shok në Sony edhe ai ma kthen thot që ai ardh me të mujt në Sony edhe unë njerë të menu që për me lujt Sony, po vazhdoj të më thonë hajde lujm desh, hajde veçëm bokserica, dhe me thonë me kësi termeve që më kanë shti shumë më shqetësu. Hecë që më një mirë në ato momente. Kom pas shumë frikë. S'kom dit as qa me thonë, s'kom dit qa me bo, qa me vepru. Qysh në start kur fillojnë ngacmimi, ata krijojnë ndjenjen e frikës, panikut edhe të ankthit, të cilën mundohen ndoshta me majt msheft për njerëzve sepse ata friksohen që kanë me u gjyku, ata arrin me shmang komunikimin me tjerë, sidomos me prindët dhe me familjarët e tjerë, kanë tendencën me mbyll, me qenë të friksuar, ndoshta ndryshon edhe apetiti, ndryshon edhe gjumi, flajnë më shumë ose nuk din ku me u drejtu, domethënë po flasim për një moshë e cila nuk e ka të qartë se si zgjidhet një problematikë e tillë. A ke blloku? E kom blloku, po. Por përpara se ta bllokante, djali minoren ka arritur të ruaj disa mesazha që na bëjnë të kuptojmë qëllimin e 35 vjeçarit ndaj tij. Në njërin nga mesazhet, 35 vjeçari i kërkon të dalin pas mesnate, me pretekstin e pirjes së një cigareje. Por në vend të adoleshentit, në takim, ai përballet me ne. A e di çfarë është kjo që po bën ti? Kur që është përbaj? Në ora 1 natës po do me taku një 15 vjeçara. Vesh me pi kafe, mesim me nejt me pi kaj cigare me ta. Ora 1 natës, kafe, cigare me një 15 vjeçar? Apo qëllimi është diku tjetër? A din çfarë quhet kjo? Kjo quhet ngacmim ndaj të miturve. E di, po në vesh thjesht i kafe, se vjem pin kafe, që të në kamarier për naj. Ti ka disa kohë që po i shkru. Pse? Çka po dëm prej ti? Kur gjojq. A di që është ka të rënë jetën një 15 vjeçarit? E di, ko kur që se kom pas kërnaj për qëllimit keq. Pse i kërkon foto? Pse i dërgon foto? A është veç 15 vjet. Çka mundesh me dashti prej ti? Kur gjojq. Për bezut, kur gjojq. Edhe pse ne ja bëjmë të ditur se ka të bëjmë me një fëmijë dhe madje e pranon, ky 35 vjeçar i konsideron krejt normale tentativat ndaj tij. A ke pa në kafe? Po. Atëherë, pse dush marrë me ta ku këto? A je vedishëm çka ke bën? Po, vedishëm po në kur për qëllimit kom pas. Çfarë qëllimi pra je dhe sot këto? Kur gjoj veç, me nejtën me lusën. Me lusaj me një 15 vjeçara, sa vjeç je ti? Una, 35. 35. A s'ki të moshës tonë në shoshni me lusani? Jo, kom po. A ke di që i ka 15 vjet? Po, kom dit. E fotot pse ja ke qu? Që sa kohët ka bë blog, prapi ke shkru pse? Kështë në për qëllimit s'kom bo përbes. Çka quhet këtë kjo? Kështë shoshni, kur gjojq më shumë. Shoshni me një 15 vjeçar, mi thonë po du me të pa në bokserica. Jo, në hajgore e gore e sopin, në si shoshni. E di që nuk është në rregull. E di. A ki praktiku ma heret me dikën tjetër? A ki me praktiku me dikën tjetër? A ki me i shkru ma një 15 vjeçarit? A dush mi kërku falje që nështë a i ke dhonë stres, dhumë psiqike, i ke dhonë siklet, është në gjendje emocionale shumë të keqe, që është 15 vjeç brej, du të me shiju jetën, ju me marrë trauma? Jo, më vërtet. Pas kësaj bisede, 35 vjeçari nis të reflektoj
dhe na bën një premtim. Nuk i me i shkru ma. Kur njëtëq. E i sigur për këto? Shumë i sigurt. Se nuk e meriton një 15 vjeçar me shqetësu. Orientimi seksual është i secillit që nuk mujna me gjyku. Po me një 15 vjeçar, Kur në kjo vërtetë. quhet pedofili, po besoj që i vedishëm. Shumë i vjedhshëm. Edhe nuk ka mu përsërit Kur ma kjo. njëtëq. Me as një 15 vjeçar, as edhe nëse vjen venin tënd punës, as kur gjë heq, as me i shkru, se kjo nuk është në rregull. Si ishte nditi me i shkru vllau tonë ose fëmis tonë nistën. Shpresojmë që kjo është hera fundit që takohemi me këtë person. Dhe ai ta kuptoj që orientimin e tij seksual nuk duhet e shpreh fëmijëve. Prindërit faktikisht duhet të jenë shumë në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët e tyre, të kenë një kontroll ditor se ku është fëmiu i tyre dhe çka bën, sidomos tashmë me përdorimin e tepërt të teknologjisë, ku prindërit kanë shumë pak kontroll mbi atë përmbajtjen që ata shohin në telefonat dhe çka ndodh në telefonat e fëmijëve. E kuptoj që prind janë të stresuar, janë të angazhuar me punët e tyre, por gjysmore një bisedë e ndjerë me fëmijën, me pa si ka qenë dita e tij, si është gjendja e tij emocionale. Prindi mundet me vrej që sot fëmiu nuk ishte e njëjtë siç është zakonisht.